Më ka pëlqy shumë një ditë një hoxhë murr një shembull shumë të mirë. Tha, ju kishton aty në studentave, aty në talebë, që ajo mërmenja me bo me ju thonë, unë më ja u jep një shumë të parëve të vogla, pe marrëm shembull 10 herë, 5 herë, me thonë mu nis për Gjermania, për Londra, për Europë dikun, a nisnin veç me çato pare. Natyrisht studenta thanë, o gjefeni jo, se rrezik i madh, s'dalin, jesëm rrugës dikun. E mirë po thot ky hoxha, ky dietari. Qysh ja merr tha njerit mendja me u nis te Zoti vet, po me ma pak punë. Në këtë dyje, valutë e pagesës është parja, po te Zoti janë veprat e mira. Në këtë dyje garat bëhen lloj-lloj, dikush me pasunie, dikush bën gara me ndërtime, dikush bën gara me pushtete, këto asnjë te Zoti s'qojnë pesh. Illa përveç punëve dhe veprat mira. Këto peshojnë te Zoti. Prandaj kur na ka fol Zoti në Kur'an, ka thonë garoni në punë dhe në veprat mira. Kur nuk ka thonë Zoti garoni për dy allak. Kur orë punat e dy allaku ka thonë lëshoni njëri tjetrit pe. Mos ngulni kom, lëshoj pe hoxhës, lëshoj pe ati, lëshoj pe vllaut, lëshoj pe xhamatlis, lëshoni pe kur vjen punat e të dy allahu. Amo kur vjen punat e veprat e mira, që aty shtynu se kush po del ma përpara. Imagjinone një prej shokëve më të afërt pejgamberit alayhis salam, Omeri radhiyallahu anhu. Ai i cili ja dedikoi jetën pejgamberit. Ai i cili ja dedikoi faktikisht jetën kësaj feje, ton jetën e tij. E dini, e kanë plagos namaz. Dhe masi që e plagosën për shkak që aty në plagëve dhe kanë ndru jetë. Amo para se me ndru jetë Omeri, kish pas shku një shok i veti dhe i tha, ja Amirul Mu'minin, o prerësi besimtarve. Tha, bo gajret kur dilsh para Zotit, e mos u mërzit. Tha se ti ke qenë një njeri drejt, ti ke punu punë dhe veprat mloja, s'ki arsye pse mu mërzit e Zotit. Tha Omeri, pse qa ku bani? Tha, ja Amirul Mu'minin, po ti e kon krahi djathi pejgamberit, ti ke jetu me pejgamberin, ti e ke forcu me fizikun tënë, e ke forcu këtë fe. Qysh po thu qa ku bo? Ti e kon aj që ke qenë në gjendje për popullin tënë, me ngarku veten, ke qenë natën nuk e ke bo gjumin që shdohet veç për qitë popull. Pa Omeri, përsërit ma tha dhe njëherë që tu isha i the, a i filloj prap me i përsërit një ka një, ke bo qështu, ke bo kështu. Unalë Omeri shumë ka dole për nga. Tha vallahi pak pas na bo. Pak tha pas na bo. Omeri, shoku ma i afërt i pejgamberit alayhis salam, kur i ka kthyer punët e veta, s'ju ka ndodhur shumë.